është personale akuzore, s'është kolektive. E akuzuan do ikin në burg, ka marrë fund dhe që. Çfarë i duhet kjo? Let vetë marri pafajësinë në gjykat. Por ama e ka marrë Spaku, dhe Spaku nuk e drejtojmë ne. Qofse ju se dini, po ja u them unë, atëherë drejtojmë ndërkombëtarë, nuk e drejtojmë ne Spaku. Tjetër, kishët. Nga ana tjetër, Berisha ka paralajmëruar protestë më 16 maj, teksa do të mbahet takimi i liderëve në samitin e komunitetit evropian. A mendoni se Berisha po kërkon një alibi teksa ka deklaruar se zgjedhjet u manipuluan? Po çdo të thotë të deklarosh, po të vjedhin shtëpinë, duhet të provosh që të kanë hyrë në shtëpi, Çdo të thotë mi vollën, ku i ka provat? Dëgjoni tani të them. Në qoftë se nuk keni kuptuar që keni një njeri që ka shkatruar Shqipërinë, është faji juaj, jo faji. Ai është anti-shqiptar. Po tani e morë veshje. Pse zgjasti muhabetin për Saliun, ke pyetje të tjera? Po jo, po diskutojmë cili do të jetë fati i Partisë Demokratike në këtë rast, duke qenë se ju thatë që Demokratike zotëri duhet të ndrojë kryetarin, se ndryshe nuk vjen kurrë do të mbështet. Po çfarë pret Partinë Demokratike në këtë rast? Do duhet që të riorganizohet apo mendoni se mund të shkojë drejt një shkërmoqje totale? Po të vazhdoj kështu me Saliun, natyrisht që do dëmtohet vazhdimisht. Edhe një herë, mërë zotëri, e djata shqiptare këtu që ta dini, Partia Demokratike, ka dalë si parti pro-amerikane, e mbani mend ju këtë. Tani kjo parti që ishte me Amerikën këtu, se të majtët jo, të majtët kanë qenë nga e majta. është në gradën Amerikë, duhet ikë, që s'ja në vetë. Sikën ja, shkatroj të djatën, ka marrë funda e që. Tjetër, kishë tjetër. Nga ana tjetër, a rrezikon që kryeministri Edi Rama të shndrohet, po themi, në një autokrat sa i takon pushtetit absolut që mund të ketë për gjatë 4 vitet e ardhshme, duke qenë se ka marrë rreth 83 mandate? Po pse do kthehet absolut? Ai nuk e zotëri. Dale. Bëjni pyetje tamam zotëri, se kjo. Duke qenë se ka 12 vite pushteti konsumon. Dale, marrë një minutë, ale çfarë flet si njeriu i thjeshtë i popullit. Dëgjoj këtu më pas. Është sistem juridik parlamenti, çfarë di ti? Votat ja ka dhënë populli, nuk i ka marrë ai votat. Këtu flitet mbasi populli i dha votat, ky ç'do bëj? Do shikojmë se çfarë do bëj. Po votat ja ka dhënë shqiptarët zotëri. Këtë nuk e rëzon të njeri, dhe këshu flitet për politikë. Nuk flitet e java, që zoti java ati. Pa tjetër, kjo është në parim, por duke qenë se si e kemi parë konkretisht, prandaj po themi. Po konkretisht kur ta shikojmë. Pastaj me dis 2 këqijave, Rama është e keqe vogël. E keqe madhe e Saliu, nuk diskutojmë. Në grada në Amerikë. Po të fiton të e keqe e madhe, do ishte në keqe. Ka fituar e keqe e vogël, do të adorojmë. Tjetër, kishët. A mund të vazhdojnë në këtë mënyrë që shoqëria shqiptare të zgjedh në vimësi të keqen më të vogël dhe jo ofertën më të mirë? Jo, po e ndalën e të keqe, s'ka ofertë më e keqe. Si ofertë. Dhe më thënë një hajdut, që më jep më ofertë do votoj për hajdutin, që këto që pjot, a jeni vetësjene vetë. Problemi që ndronë këtu, zotri. E para njëherë do të diskutojmë seriosisht. Votat i ka e majta në Shqipëri, dini jo këtë? Edhe ekspertët kjerën para 4-5 muajsh, më thanë, shoqëria e majtë, të diu një shoqëria e majtë. Votat e ka e majta, për të fituar e djata do të ketë lider genial, po pse me Saliun do fitoj e djata? E kam sjedhur një herë për dënë pushtete, keni ju? E se morën në. Ku vjen do të me Saliu në pushtet në ngrata në Amerikë, tani më pse zgjasti këtë muhabet. Do të ikë Saliu as një tjetër. Sa të ri Saliu s'ka të djathtë në Shqipëri. Ka që ishte ka biseda në më mbaroj këtë temë tjetër. Ndërkohë nga ana tjetër, OSB Odiri ka bërë të ditur edhe shkelje që ka pasur në procesin zgjedhor, nisur nga intimidimet ndaj zgjedhësve, por edhe përdorimin e patronazhistëve për të ndikuar
tek vota. Ju si mendoni sa ka ndikuar kjo në fitoren e Edi Ramës? Zotri, perëndimi pse flisni kështu me tifozllëk? Jo, s'ka tifozllëk, thjesht po referohemi raportit dhe konferencës së mbajtjes ose Beodiri. Ke gjetë objekt të gabuar, me mua nuk fritet me tifozllëk. Po s'ka Ka sondazhe, një minutë, do të dëgjosh tjerë. Ka sondazhe. Sondazhet i kanë bërë ndërkombëtarët, ka dalë ndonjëherë përpara PD-ja. Si do fiton në PD-ja me sondazhet? Ata që kanë sondazhe do të dolën. Se do populli, qanë këto nonsense kështu majtas djathas. Nuk i do populli, duhet iki, nuk e do populli Saliun, duhet iki. Le të bëjnë çfarë duan ta mbajnë. Tjetër kishit këtë bisedë e mbyllur. Pra ju thoni më shumë se sa një vot për Partinë Socialiste ka qenë një vot kundër për Partinë Demokratike dhe vetë Berishën. Po natyrisht, jo, nuk dolën ata. Jo, ju nuk kanë tikni më sot. Jeni gazetari, po nuk kanë tikni. Kishte 40.000 abstenime nga PD-ja. Nuk dolën në konzjeve. Sa të votonin kundër PD-s, nuk dolën. Po mos dalja në votime është vot kundër, ta dish. Po ata nuk do vinin votonin kundër partisë tyre. Edhe rrezuan Saliun. Do iki Saliu, këtu pyetet, do iki Saliu apo jo? Nëse sikën Saliu, do t'ja u marri frymën deri në fund. Tjetër kishit. Po si e shpjegoni këtë natyrë të vetë Berishës, i cili po t'i marrim zgjedhjet në vimësi që prej viteve 90 e më pas ka dalë vazhdimisht duke i kontestuar ato dhe duke mos hequr dorë dhe as për t'u larguar nga drejtimi i Partisë Demokratike? Pyet Saliu, mua më thua. Po duke qenë se ju e njihni më nga afër dhe keni qenë bashkëpunëtor i tij. Është i sëmur. Mendja, zotri, delirante, është sëmundje. Ai mendon që është uvejks botror, ku duhet të mendon ai? Ai shikon që s'ka vota, ja të shikojmë si do të justifikoj. Mund të vjedhin 40.000 vota? Mi votën do thot dhe s'jep prava. Mos më merrni, mos më futni mua të ul nivelin e bisedës me një njeri rangall, kupton? Që nuk e do populli. Keshit në një gjë tjetër. Si mendoni, çfarë do të ndodhë në 16 maj dhe si e gjykoni këtë thirrje të Berishës për të protestuar, ndërkohë që në Tiranë do të mbahet samiti i Komunitetit Politik Evropian? Sipas ligjit duhet t'i arrestojnë. Pse? Se është kundër Europës. Europa ka ardhur për të ngritur prestigjin. Saliu t'i thonë ata që drejtojnë, se Saliu nuk është pa drejtuesore. Ju se dini. Drejton anti-shqiptaria Saliu. Ata i kanë thënë prish atë. Të shikojmë, do të arrestojnë. Po ti isha unë do të arrestonja. Si të prishësh ti një simpozium ndërkombëtar që ngret prestigjin e Shqipërisë. Ja anti-shqiptar, nuk diskutar. vetëm një budallasë, kupton. Anti-shqiptarizëm. Po do ta lënë, ku diu. Pra ju mendoni se përveç kontestimit të zgjedhjeve ka dhe një mesazh tjetër që kërkon të jap ndaj vetë Europës? Po natyrisht është kundër tyre. Do t'ju prishi atyre mbledhja. Pse? Që të huli prestigjin e Shqipërisë. Ky është pra, ai është. Po ne e njohim mirë, pastaj neve kemi të dhënat nga perëndimi, kush është.